sepse për mua ishte shumë e rëndësishme me e theksu. Ndoshta ajo nuk po dani me i përzi, por gjithsesi ato janë prej buxhetit ton, prej subvencioneve. Mirë po, subvencionet e DKRS-s menaxhohen prej DKRS-s, po janë prap pjesë e subvencioneve që janë të kryetarit, sepse subvencionet janë në dikasterin e kryetarit realisht. Edhe prej atyne subvencioneve i është pagu edhe MOU-ja. Pra marrëveshja 180.000 euro, të cilën ne kemi gjetë me bërgj. Ju e keni pas të ndarë në 3 vite se si do i merr një pagesat, kur kemi ardhur ne, përveç që nuk i është bo kësti parë sa ka qenë i parapam, kanë mbet bërgj edhe kësti parë, që ju e dini shumë mirë se unë vetë me ju e kemi diskutu këtë çështje, ne i kemi bërë të gjitha pagesat. Edhe e kemi përfunduar MOU-n, gjë e cila nuk është ligjshmërisht kryetari, një MOU e cila është nënshkruar prej një ish kryetari, nuk e ka të detyrueshme. MOU është memorandum bashkëpunimi për një projekt të përbashkët për zhvillim strategjik që e përmendi Alba, sepse ne ju shohim juve si një bashkëpunimi dallon me subvencione. Mjetët janë të paguara prej subvencioneve. Ju po thoni non-stop pecekni që na e mbështesim. Jo që mbështesim, po e kemi mbështet. Veç një pyetje. A e meriton Dokufesti me u mbështet? A ka bo diçka Dokufesti që nuk ja ka kthy komunës së Prizrenit investimin me çaq përqindje sa e ka bo? Qenë fillim me potencu. Biles nuk e thashë mbështesim. Unë thashë shohim si partner strategjik edhe bashk ndjejmë të gjithë Dokufestin. Atëre pse me o numrin e subvencioneve? Kështu që kjo nuk ka qenë një ullje ashtu si shti po e thu, ka qenë rritje. Realisht, rritje prej viteve të kaluara. Ndoshta duhet edhe për opinionin publik me tregu se çka ka qenë puna e bashkëfinancimit. Se na jena ato e përmend si bashkëfinancim, po çka? Mundet e rolli me u ndërlidh me punën e bashkëfinancimit. Në fakt, bashkëfinancimi ka qenë një marrëveshje që ka qenë një grant institucional që na e ka dhënë ambasada e Suedis. Në fakt SIDA, që është agjencia për zhvillim ndërkombëtar e suedezëve, ku komuna është hi me ndoket 48%. Ka qenë shumës totale të mbështetjes së suedezëve, një projekt 3 vjeçar. Edhe kur ka mbaru ky projekt, suedezët kanë pa këtë mundësi, sepse e kam pa gatishmërinë e komunës për me bashkëfinancu edhe kam vazhdu me neve edhe 5 vite tjera. Mirë po na atë përkrahje nuk kemi marrë për komunës për 5 vite tjera, do më thonë bashkëfinancimit, që aty është ndërpre. Do më thonë, diçka që kena pas, që ne keni shumë ju kërkesën edhe ne kemi refuzu? Se nuk është marrë? Sepse ne kemi pas një takim të përbashkët edhe ne kemi thonë që ne jemi të gatshëm, sepse projekti ka qenë shumë i suksesshëm, kemi qenë bashkë, edhe kemi thonë që projekti ka qenë shumë i suksesshëm, ne jemi shumë të kënaqur me krejt projektin, edhe çdo projekt që mbështetet prej SIDës edhe prej ambasadës, tekstualisht jam shumë e bindur që kemi thonë, do ta mbështesim. Edhe nuk kemi marrë asnjëherë nga ana juaj. Nuk e di kemi qenë me rollin, por nuk na kujtohet që keni thënë. Unë jam shumë e bindur që ne asnjëherë nuk e kemi marrë një kërkesë nga ana juaj, të cilën ne kemi refuzuar për të qenë pjesë e bashkëpunimit. Domethënë për këtë çështje jam shumë e bindur që nuk kemi marrë asnjë lloj kërkesë të cilën ne e kemi refuzuar. Ne nuk e kemi dërgu kërkesën se nuk e kemi marrë për më tepër jam e bindur edhe për një çështje tjetër që asnjë lloj kërkese që ka ardhur në adresën tonë të kryetarit, të Jonës ose të Ademit është refuzuar ndonjëherë për Dokufestin. Pse nuk është bërë kjo kërkesë? Pyetja është nga Alba të japë vetëm përgjigje, sepse a jeni të kënaqur me Dokufestin. A japë nga i raport pak të financiar në fund për organizatorëve që ka shku kjo? Gjithsesi na kemi në fund secili që e shfryzon buxhetin, normalisht që dorëzon në raportin, sepse ajo është një prej kriterëve kryesore për mbyllje e raportit. Të gjitha raportet e auditimit edhe të gjitha raportet edhe narrative janë publike. Aty shkojnë edhe shumat e mbështetjes financiare nga Komuna e Prizrenit, po edhe nga donator tjerë. Kreti kemi na publike për ata që ju interesojnë. Ne nuk kemi asnjë dilemë sa i përket të shpenzimit dhe shfryzimit buxhetit nga ana Dokufestit, në mënyrë absolute. Përveç se Dokufesti Paulo don që nuk është i kënaqur me mbështetjen financiare apo jap arsyetimin,